Përshëndetje që të gjithëve. Sot jemi duke luajtur një lojë shumë të bukur që quhet BMX World, edhe jam duke luajtur për herë të parë. Edhe ne tani do mundohemi, kjo është shuqi të ecish me bicikleta. Unë e kam për herë të parë dhe zi t'jap shumë mirë. Edhe kjo video sot është më shumë për të gjetur këto vendet sekrete, që si gjenë shumë njerëz. Nuk ka pa private server, se ishte edhe pse ishte me 20 Robuxa, por unë mund ta kisha hapur sepse I kam 20 Robuxa, por do ta kisha hapur, por nuk është shumë lojë e mirë, edhe besoj se s'do vej shumë like. Këtë video do të çoni 20 like plus, do mund ta çoni dhe 100, 200, ju e keni ndorë këtë gjë, po unë dua 20 like plus, që ti marr nga kjo video. Shumë e bukur është me bicikleta BMX. Edhe do bësh me parkure. Me gjenë në një vend do një rërë në shket të tjerë. Nuk do rim të këto parkure, por do vim këte. Gjemë shumë këshu një lloj parkuri tjetër që se di fare nëse nga shqyrja. E kam për herë të parë këtë. Po që po bëra pjesën e dytë, do ta rregulloj pak edhe karakterin, se sa po hyra tani, mund të shohim te settings këtu mund të rregulloshim edhe karakterin siç e shihni. Por këto ndoshta do I bëj pjesën e dytë. Ju do më shkruani në komente që bëj pjesën e dytë ose mos e bëj pjesën e dytë, ose na pëlqeu ose s'na pëlqeu. Do shkruani na pëlqeu, po thot na pëlqeu do ta vazhdoj. Po thot s'na pëlqeu, s'do ta vazhdoj. Po thot mos e vazhdo pjesën e dytë, s'do ta vazhdoj. Po thot vazhdoj pjesën e dytë, do ta vazhdoj. Okej, tani po mundohem që të ngjitem këtu. E kam për herë të parë këtë lojë. Ja pjeca, do ta bëjmë reset. Okej. Tash ne ndryshoj karakterin. Sepse nuk është karakteri im I vërtet, ju e dini karakterin tim. Po do ta ndryshoj te kjo lojë, sepse te kjo lojë mund të bëja karakterin tënd si të doje. Pas një karakter para se të nisja video. Është shumë I bukur, tani po e gjeja dot që t'ja u tregoj edhe juve, që isha me 89 Robuxa. Edhe unë ndoshta mund ta marr atë që ishte me 89 Robuxa, sepse më pëlqeu shumë ai si avatar, edhe ndoshta bëj Folden avatar, sepse avatari I Foldenit po më pëlqeu shumë. Tek në Roblox tamam, do të thënë avatarin tim personal, jo te kjo loja. Ndoshta e bëj. Do të shoh që të gjithë avatarit jam midis Semit, që të bëj Semin ose Foldenin. Sepse Keliosi, kur më doli ishte diku tek 500 Robuxa edhe mendova sepse se është shumë, se Robuxat e tjera nuk dua t'i harxoj me avatare, po dua t'i harxoj vetëm me private server në Escape Tsunami edhe Snapbrinot. Në Snapbrinot jetë më pak video. Snapbrinot njërën kaq do keme video. Shte shumë e bukur, po s'do jetë edhe shumë e gjatë, kaq besoj të mbaroj këtë episodin e kësaj videoje. Shpresoj të ketë pëlqyer shumë, bëni sa më shumë like edhe subscribe, edhe shkruani në komente që të na pëlqen ose s'na pëlqen, dhe vazhdoj ose s'na vazhdoj, edhe ose blija avatarin më të mirë te kjo loja që është me 1500 Robuxa. Faleminderit, shpresoj të ketë pëlqyer shumë kjo video dhe shihemi në videot e radhës. Bye bye.